Do të më shku venin zgjedhje Bes. Po mendoj që epilogun e a shkojmë zgjedhje ajo ka me definu kryeministri aktual. Po guzani me thonë dojna me shku zgjedhje, po ku ka opozit në botë që i tutët zgjedhje se na çmend për Bes. E di që kjo është qëndrimi plot mediave dhe kumë dëgjuar. Asnjë nuk guxon me thonë, apo din. Nëse shkojmë zgjedhje veç që thot Albin Kurti. Jo, nuk është ashtu. Nëse shkojmë zgjedhje veç na qen Albin Kurti. Nuk është ashtu. Çfarë opozite jeni ju kështu valla? Jemi opozitë, jemi të gatshëm, kemi qenë para një vjete, kemi qenë para disa muajve, nesër një gatshëm. Me thonë leje se i ka marrë 50%, kjo të qeverisë mirë, ose që shtu për meritojnë qytetarët e Kosovës, ose le të qeverisë. Nuk duhet më thonë ato, prandaj kemi rolin e opozitës. A di që ju dasht me kanë prej afatit që kaloj, afatit kushtetues që kaloj për zgjedhjen e presidentit 30 ditë para përfundimit të mandatit, ju dash me kanë fushat. Fushat dash me kanë. Qëre? Nuk guxon njëri opozitës me po shkojnë atë zgjedhje. Pse? Se na lën fojin tani Albini neve. Nuk është na lën fojin neve. Nuk është puna na me paragjyku kush në fakt kujt duhet m'ia lën fojin. Po pse frikoni me fojin? Jo sikur të kishim qenë në qeveri. Ju po thoni a peshini sikur na kishim qenë. Po, nuk po në shope, nuk don me zgjidhni president. I ka kandidu dy njerëz politik, partistë. Sikur na kishim qenë në qeveri, edhe kur kemi qenë në qeveri, kur ka qenë Partia Demokratike në qeveri, me shumë ma pak. A, duhet me shku venin zgjedhje Bes. Me shumë ma pak, nëse nuk ka konsensus, duhet me shku në zgjedhje. S'ka nëse nuk ka konsensus. Nëse s'ka konsensus, duhet me shku në zgjedhje. Konsensusi që mundet me koshte. Po, na e kemi diskutu disa herë, që ato qëndrime kemi. Kryetari jonë ka propozu që na me i dërgu 2 kandidat, edhe prej 2 kandidatëve mu propozu njëri edhe me la Albin Kurtin, me ketë këto që po i thoni për çdo ditë, me ketë këtë qeverisje, me alla mundësin edhe 4 vjetë me qeverisje me vend. As nuk e lojmë na, as nuk prapim na mundësin. Jo e keni ndorë. Absolutisht jo. Ndorë e ka qytetari, qërë duhet të pranoni realitet. Jo e keni ndorë. Nëse ju nuk ja bëni konsensusin, me shku, me u zgjidh presidenti, veni shkon zgjedhje.